Në një kohë kur emigracioni mbetet një nga çështjet më të ndjeshme për shqiptarët në Kanada, por edhe më gjerë, ndryshime të rëndësishme ligjore pritet që të hyjnë në fuqi në fillim të prillit. Po çfarë do të thonë këto ndryshime për aplikantët, për familjet dhe për studentët? Për të diskutuar këto dhe më gjerë për çështjen e emigracionit në Kanada, kam të ftuar një juriste e cila është specializuar për sa u përket çështjeve të emigracionit. Ajo është zonja Lucy Brace. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Para se të fillojmë me ndryshimet për sa i përket çështjeve të emigracionit, ligjit për sa i përket emigracionit këtu në Kanada, një prezantim shumë të shkurtër me 2-3 fjali për Lucyn. Kush është Lucy edhe çfarë përfaqëson për gjithë komunitetin këtu? Unë kam një firmën time që quhet Brace Law ose Brace Law. Praktika jonë ka të bëjë me imigracionin, me çështje penale, çështje familjare, gjithashtu merremi dhe me pasuri të palujshme, që është real estate, edhe çështje civile. Kemi një zyrë në Oakville, Ontario, edhe jam unë dhe disa avokate të tjera që punojnë bashkë me mua. Ishtë shumë interesante. A ka Kanadeja një qasje më të ashpër vitet e fundit për sa i përket emigracionit? Mendoj se po, sidomos sipas vitit 2024, nga fundi 2024, ligji edhe rregullat e imigracionit ndryshuan shumë, për sa i përket hyrjeve dhe daljeve në Kanada, që kanë influencuar shumë të ardhur që kanë rezidencë temporale, si për shembull vizë pune apo vizitor viza e të tjera, dhe është bërë akoma dhe pak më e vështirë për të marrë letrat e përhershme. A ka frikra reale për sa i përket rritjes së numrit të deportimeve? Dhe CBSA, Canada Border Agency Service, i ka marrë masat pak më të shpejta për sa i përket deportimit të personave që nuk kanë status, e kanë humbur statusin, apo thjesht janë duke pritur për të dalë nga Kanadaja. Nëse mund t'i ndajmë me zëra ose me kategori, cilat janë ato kategori që rrezikojnë më shumë deportimin? Pavarësisht se në qoftë se të gjithë kanë bërë shkelje ose nuk i plotësojnë kriteret, sigurisht që në një moment do deportohen, por kush janë ato kategoritë më të rrezikuara dhe që merret me një herë vendimi është i menjëhershëm për këto deportime? I menjëhershëm fillon ajo removal process edhe ajo merr pak, por të kategoritë që varet më shumë, normalisht janë ato që janë deklaruar si refugjat, e kanë humbur statusin, domethënë nuk janë qenë të suksesshëm për sa i përket në Immigration Division apo në Immigration Appeal Division, për sa i përket çështjes së tyre deri në Federal Court. Në qoftë se ke pasur një deklaratë jo të suksesshme si refugjat, ajo është kategoria bar. Kategoria e dytë është normal në qoftë se ke ndryshuar statusin edhe nuk e ke ndryshuar në momentin e duhur, ke qenë student, e ke ndryshuar në vizë pune, aty mund të kapi imigracioni dhe kjo ndodh shumë me vietnamezët apo me indianët, për sa i përket racave të ndryshme që e kanë ardhur si student edhe kanë ndryshuar. Dhe më së fundmi ka të bëjë dhe me sponsorshipe, që normalisht janë kapur si sponsorshipe rem apo fake, dhe kanë kaluar në deportim. Apo ndikon kriza ekonomike apo janë më shumë vendime politike, këto vendime që po merren për sa i përket të gjitha ndryshimeve të ligjit të emigracionit, të deportimeve dhe të tjera? Ajo që mendoj unë është që janë edhe politike dhe ekonomike, sidomos për sa i përket real estate marketit, për vetë faktin se ka pasur shumë ndryshime për sa i përket blerjeve dhe shitjeve të shtëpisë, por gjithashtu në 2022-2023 ka qenë një proces kur u futën shumë persona dhe u deklaruan si refugjat, edhe kjo doli në crash në marketin e shtëpive, pati një housing crisis, edhe CBSA fut edhe mori vesh që shumica deklaratave kanë qenë false, kanë qenë fake. Do me thënë, kjo ka ndikuar tani që çdo çështje të merret të shqyrtohet në detaj për sa i përket çështjeve temporale, vizave temporale, vizave të punëve temporale, derisa njerëzit të kalojnë në letra të përhershme. Kështu që ka të bëjë shumë, politika normalisht ka të bëjë shumë, edhe sa vjen gjithashtu edhe imigracioni përkërkon më pak njerëz që të futen në Kanada dhe njerëz më me cilësi të duhura për të qëndruar dhe për të aplikuar për sa i përket letrave të përhershme.
Ndalemi pak tek pika e parë që preket tek real estate. A është e mundur që një emigrant pa status të përhershëm të blejë një shtëpi në Kanada? Po, në qoftë se ke një status me vizë pune, normalisht e ke të drejtën të blesh një shtëpi në Kanada, e vetmja gjë është fakti që do paguash çfarë quhet speculation tax. Do të thënë speculation tax është taksa 25% në mbledhjen e shtëpisë, që do të thotë brenda 4 viteve që ti e ke marrë shtëpinë, në qoftë se je në vizë pune, duhet të aplikosh te CRA për të marrë mbrapsht lekët që ke paguar për taksat. Çfarë rreziqesh ka për personin që e blen në momentin që nuk e ke statusin e përhershëm? Pra, rreziqet që mund të ndodhin. Por rreziku më i parë dhe më i madh është fakti që mund të kalosh në removal apo deportim, normal. Qëndron gjithmonë fakti që 4 vjeçari të kaloj, edhe ti nuk mund të aplikosh për refund nga CRA, do të thënë Canada Revenue Agency, për sa i përket lekëve në speculation tax. Edhe ato lekë janë të humbura për sa i përket këtyre personave që kanë marrë shtëpi me status temporal. A është një kurth financiar, nëse mund ta quajmë për emigrantët e rinj? Tani, edhe është, edhe nuk është. Mendoj që është më shumë kurth financiar për persona ose për imigrant që mendojnë në qoftë se janë deklaruar si refugjat edhe kanë bërë çështje humanitare, duke menduar që blerja e një shtëpie mund të ndihmojë për të ndetur në Kanada, për të marrë letrat e përhershme. Ajo gjë mund të jetë një zhgënjim shumë i madh, në qoftë se ato i refuzohet humanitarja apo i refuzohen aplikacionet të tjera për sa i përket letrave të përhershme. Kështu që atë mund të quhet kurth në shumicën e rasteve, ndoshta është një hap i duhur, por është me risk, edhe do thoja 50-50. Po, cilat janë disa nga hapat që duhet të ndjeki pastaj një emigrant i ri që ka qenë pas status të përhershëm, ka bler një shtëpi, por më pas i është refuzuar leja e përhershme. Çfarë duhet të bëj? Lekët nuk i merr mbas, tham, atë refundin, por çfarë ndodh me shtëpinë edhe ai vetë e zëm se do të deportohet. Çfarë do ndodhi me shtëpinë? Duhet të shkojë në gjyq? Çfarë hapash merr? Tani un kam një çështje që janë është një familje, për sa i përket që neve hodhëm një aplikacion për humanitaren, edhe çështja ishte çështje perfekte, do të thënë familja kishte 8 vjet, kishin fëmijë të lindur në Kanada, ata kishin ardhur nga një avokat tjetër ku ishin deklaruar si refugjat, edhe i kishin humbur statusin e tyre si refugjat, e kishin humbur edhe faktin që nuk mund të deklaroheshin si refugjat, kur erdhen tek ne i morëm çështjen humanitare. Çështja ishte perfekt, ata biles blen edhe shtëpinë, edhe për fat kur erdhi përgjigja, erdhi negative. Në një situatë të tillë, çfarë ndodh është se duhet të shesë shtëpinë. Edhe fakti është që real estate marketi është shumë i dobët për shitësit. Nuk flas për blerësit, se për blerësit është perfekt. Por për një person që do të shesi, gjithmonë do të shesësh me humbje. Sepse në qoftë se një person e ka një removal date apo një ditë kur duhet të dalë nga Kanadaja, normalisht, si BSA, Canada Border Agency Services, të jep një datë të saktë kur duhet të dalësh edhe një kohë shumë të limituar. Ndaj, po do humbësh në shitjen e shtëpisë, edhe normal nuk do ta marrësh edhe refundin për sa i përket speculation tax që është paguar kur është blerë shtëpia. Nuk kanë një të drejtë që ta apelojnë vendimin që është marrë? Për ta apeluar jo, por quhet një judicial review, që quhet rishikim i vendimit të oficerit për të deportuar nga Kanadaja. Do me thënë, për sa i përket disa aplikacioneve në Kanada nuk mund të apelohen, por mund të rishikohet vetëm vendimi i oficerit apo vendimi i membrit në federal court nga një gjyqtar. Normal janë disa procese që ndalojnë largimin, por gjithmonë varet nga gjyqtari dhe gjyqtari do të shikojë faktorët humanitar, në qoftë se janë fëmijë, siç e kishte kjo familje, atëherë interesat më të mira të fëmisë janë mbi çdo gjë dhe pastaj vijnë faktorët humanitar të familjes. Kështu që një gjyqtar mund ta rishikojë vendimin, por prapse prapi është 50-50. Dhe mos haro se edhe këto procese kushtojnë. Dhe jo çdo person që po rrezikon statusin është i përgatitur të paguajë një proces që kushton, duke mos parë sigurinë 50
duke pas që siguria është 50-50. Ju thatë që këto procese zgjasin. Sa zgjat një proces gjyqësor në Kanada, edhe nëse zgjat shumë, përse janë këto zgjatje? Por në qoftë se e çon në Federal Court varet, në qoftë se e çon urgjentisht, edhe quhet stay of removal, merr një lëvizje që quhet motion, bën një motion for stay of removal, duke qenë se është urgjente, mund të paraqitesh përpara Federal Courtit brenda 48 orëve. Duke marrë parasysh që avokati është i përgatitur, e ka rekordin të përgatitur për aplikantët edhe çdo gjë. Por në qoftë se është judicial review, që quhet rishikimi, edhe është thjesht në trakt normal, mund të marrë kohë, mund të marrë deri në 6 muaj, mund të marrë deri në 1 vit. Sepse Federal Court është shumë e zënë, ka shumë çështje, duke filluar nga çështjet bazike që është refuzimi i vizave, edhe refuzimi i vizave nuk apelohen, deri në deportime, dhe çdo gjë ecën si rishikim i vendimit të oficerit në Federal Court edhe marrin kohë, 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj, sepse janë ditë për të hedhur aplikacionin, për të pritur përgjigje nga Ministers Council, domethënë nga avokati i Ministrit Imigracionit, në qoftë se do t'i kundër përgjigjesh edhe pastaj të pretësh gjykatën. Domethënë është proces që mund të marrë kohë. Por 6 deri në 7 muaj, në fakt po t'i krahasoj me vendet të tjera, nuk më duken shumë. Nëse e themi me kohën minimale dhe kohën maksimale që një emigranti duhet që të presë për të marrë një vendim, nëse mund ta themi, sa është koha minimale dhe koha maksimale. Pra, ndoshta maksimale është 7 muaj, po minimale. Varet në qoftë se je brenda për brenda Kanadas, gjithashtu. Domethënë, në qoftë se edhe varet edhe nga çështja. Në qoftë se po kalon në deportim, është shumë e shpejtë. Normal, edhe paraqitesh përpara Federal Courtit, nëse deportimi e zëm është javën tjetër, mund të bëhen hapa shumë të shpejta për sa i përket motionit ose lëvizje që i quajmë neve në Federal Court. Për sa i përket një refuzim të një vizeje, edhe je duke e pritur jashtë Kanadas, atëherë ajo merr kohë akoma dhe më të gjatë, mund të marrë 1 vit e gjysmë. Konkretisht, unë kam disa çështje në Federal Court, një nga ato është një rishikimi, një vendimi në vizë pune. Personat, familja është jashtë Kanadas, ajo deri tani që të shërtohet, jam duke pritur thjesht që Federal Courti të më lejoj të argumentoj çështjen, po shkon tek 1 vit e gjysmë. S'ka bërë as edhe një lëvizje. Çfarë dëmtimesh sjell në jetën e një emigranti kjo pritje kaq e gjatë 1 vit e gjysmë, po the? Po të demoralizon, sepse sidomos kur ka të bëjë, nëse je jashtë Kanadas edhe ke aplikuar disa herë për të ardhur në Kanada, ose ke qenë më përpara, ke dalë, edhe pastaj thjesht je refuzuar, normal të demoralizon, sepse për disa njerëz ato presin, e synojnë Kanadan, e shikojnë ëndra kanadeze si vendi ku ato duan të jetojnë. Për disa të tjerë jeta vazhdon. Por për persona që presin një lloj përgjigje nga Federal Court kur janë në Kanada dhe nuk kanë status të sigurt, ajo gjë është, ajo të dëmton psikologjikisht, të dëmton mendërisht, të dëmton emocionalisht, financiarisht, sepse je gjithmonë në pritje dhe nuk di se çfarë të bësh, çfarë lëvizjesh të bësh, sepse jeta mund të ndryshojë brenda 1 sekonde me një përgjigje që mund të t'japi një gjyqtar në Federal Court. Sa e vështirë është për një person që ka rekorde kriminale që të marrë shtetësi në Kanada? Tani varet, sepse Sectioni 36 i Immigration Refugee Protection Act i ndan krimet në 2 lloje. Ke krime serioze, për shembull siç mund të jetë një përdhunim apo një vrasje, ka edhe criminal, normal criminal, që është do me thënë që nuk je i papranueshëm në Kanada. Çdo të thotë kjo gjë? Në qoftë se një person ka një rekord kriminal jashtë Kanadas, atëherë imigracioni do ta vërtetojë si mund të gjykohet brenda Kanadas. Drinking and driving, që jep makinës nën influencën e alkoolit, ajo është diçka serioze, sipas seksionit 36. Në Amerikë nuk është shumë serioze. Një Amerikan që do të futet edhe ka një rekord me drinking and driving, atëherë do të bëhet një aplikacion tjetër që ta lejoj të futet në Kanada, në qoftë se e lejon oficeri. Fuqia qëndron gjithmonë me oficerin, në shumicën e rasteve çdo krim që në Kanada
gjykohet 10 vjet burg ose më shumë, që është maksimalja, automatikisht nuk lejohesh të futesh. Po cilat janë disa krime, po them që ndoshta edhe falen? Po mund të jetë për shembull një dhunë familjare që mund të falet, sepse në Kanada maksimumi është 5 vjet. 2 vjet less than a day, do me thënë më pak se një ditë, ose burgimi, se varet edhe se si shërtohet çështja, përsa i përket anës penale. Mund të jetë për shembull një vjedhje nën $5,000, janë krime të vogla ose një lëvizje përsa i përket substancave, po varet nga lloji i substancave. Gjithmonë flas sepse duhet të jesh shumë i kujdesshëm përsa i përket akteve apo akteve të parlamentit edhe mënyra se si ato mund të gjykohen, edhe gjithmonë Kanadaja i gjykon në mënyrën më të rrept të ligjit. Në qoftë se brenda Kanadas prokurori mund ta shikojë më të lehtë apo pak më të vështirë, imigracioni shikon gjithmonë anën më të vështirë. Edhe ashtu gjykohet për të futur. Ndodh gjithmonë që për shembull të japësh makinës në influencën e drogës apo në influencën e alkoolit, në Kanada ajo gjykohet shumë harsh. Çfarë gabimesh bëjnë më shpesh emigrantët që i penalizojnë për jetë? Pra, bën një gabim, po që e ke parë për shembull në një rang të gjerë emigrantësh që kanë bërë të njëjtin gabim, për sa i përket dokumentacionit? Ajo që unë shikoj dhe më vjen shumë keq është se edhe pse shumica e emigrantëve marrin reprezentatues apo një konsultant apo një avokat, gjithmonë ka disa që varen 100% tek personi që i reprezenton. Edhe që të them me këtë është se avokati apo konsultanti mund ta bëjë punën normal dhe paguan për punën që bën, por prapse prapi janë disa dokumenta që duhet të jepen ose klienti duhet të jetë shumë i vetëdijshëm apo e vetëdijshme që të japi dokumenta, në qoftë se është një aplikacion si për letrat e përhershme që gjithmonë ndryshon diçka në jetën tënde, ke shkuar ke dhënë testin, për herë të dytë apo për herë të tretë, apo ke gjetur një punë tjetër apo po del jashtë edhe po futesh prapë në Kanada, edhe nuk ja thua këto gjëra avokatit që apo konsultentes që ka çështjen tënde, ato gjëra mund të penalizojnë. Për shembull të them diçka është një person që i ka mbaruar viza e punës, ka hedhur rinovimin e vizës së punës nëpërmjet një avokati dhe pa i thënë avokatit, do me thënë kur je në procesin që je duke pritur rinovimin e vizës së punës, nuk është e konsiderueshme ose nuk është advisable, nuk të lejohet që të dalësh, sepse humb atë që quhet status implied, që ti mund të vazhdosh të punosh. Ka shumë njerëz që nuk e din këtë gjë, dalin, për shembull mund të shkojnë në Shqipëri, mund të shkojnë për vacation, edhe e humbin, kthehen edhe e humbin atë statusin implied, se kalon direkt në vizitor. Që nuk është e mundshme për atë të vazhdojnë të punojnë derisa t'i ofrohet viza e punës. Pra në momentin që je me një status edhe të ka mbaruar dhe po aplikon për ndryshimin ose zgjatjen e atij statusi, nuk duhet të dalësh jashtë territorit të Kanadas. Jo, në qoftë se je në pritje, në atë statusi që quhet implied. Do me thënë, edhe në disa mënyra dhe në disa raste nuk informohet konsultanti apo avokati, edhe pastaj ndodhin disa gjëra që i thua po pse s'më the. Kalojnë për shembull duan të futen e i thojnë avokatit, po ti pse s'më the? Po, kur ti nuk e informon reprezentuesin tënd, si mund ta di reprezentuesi se çfarë po bën ti në jetën tënde. Flas për status temporal, por ka të bëjë edhe me status të përhershëm për sa i përket aplikimeve, për shembull, ndonjë sëmundje që mund të kesh edhe nuk i ke thënë reprezentuesit, që mund të ta ndryshojë çështjen komplet, mund të ta kaloj në humanitare dhe mund të ta ndihmoj oficerin të t'japi letrat e përhershme pak më shpejt. Do të thënë ka shumë ndryshime, edhe gabimi është se jo gjithmonë ka komunikim midis klientit edhe avokatit apo klientit, reprezentuesit, konsultantit, atë me tash. Do të ndalim pak në një pikë që më duket interesante për sa i përket çështjes së lajmit në aspektin tim si gazetare. Sa i përhapur është fenomeni i martesave për dokumenta në Kanada?
është i përhapur për vetë faktin se tani më shumë po synohet, se është bërë më e vështirë për të marrë status temporal, synohet për vetë faktin sepse prapë martesa qëndron një nga mënyrat, të themi, më të vetme që të siguron një status permanent. Merë kohën e vetë, por është pothuajse e garantuar. Pothuajse, jo gjithmonë. Si funksionon kjo skem? Po tani, me çfarë kam dëgjuar dhe me çfarë kam parë, është thjesht mënyra se si funksionon është o janë të dy, do me thënë, është çifti që e bën për të ndihmuar një person, principal aplikantin ose aplikantin kryesor, ke sponsorin edhe aplikantin kryesor, kur çifti janë të vetëdijshëm, që po i hyjnë një martese që nuk është vërtet e sinqert, ose qëndron që është njëri nga çifti, sidomos personi që sponsorizon, nuk është tamam në dashuri dhe po bën sponsorizim. Do të thënë ka rënë vërtet në dashuri për të romanca është e vërtet, relacioni është i vërtet, është i sinqert, edhe pastaj e ka më shumë si mashtrim. Edhe merr vesh që në fund fare është një mashtrim dhe merr ato procedurat e duhura që duhet të marrë për sa i përket stepave. A ka ndonjë rast që ka ndodhur edhe në vende të tjera, në Angli, në Itali, në Greqi, që personat që janë të interesuar për dokumenta paguajnë X person për të kryer këtë martesën, dhe pastaj personi i cili ka marrë lekët të zhduket? Ke dëgjuar çfarë ndodh në tregun kanadez, po them, për këto martesat për letra? Kam dëgjuar raste që kanë qenë gjatë procesit të sponsorizimit dhe aplikantja, por sponsori është zhdukur ose ka kërkuar më shumë lekë, thënë nëse do që të vazhdoj procesin, atëherë duhet më japësh më shumë lekë. Kam dëgjuar gjithashtu që kanë marrë lekët, sponsorat kanë marrë lekë, edhe thjesht pastaj kanë bërë një deklaratë në imigracion që nuk duan të vazhdojnë procesin e sponsorizimit. Janë gjëra që ndodhin, është thjesht është biznes për disa njerëz, është thjesht transakcion, biznes. Si zbulon emigracioni këto rastet, kur janë raste false, po them? Imigracioni zbulon kohët e fundit, sidomos 2 vitet e fundit që kam parë edhe unë, që kam qenë pjesë e këtyre investigimeve, përsa i përket klientave të mi, i zbulon nëpërmjet intervistave. Do me thënë, duke qenë se imigracioni ka vënë re që statistikat e sponsorizimeve, sidomos me martesë, sa po vinë edhe po rriten, tani çfarë kërkon është, gjatë procesit sponsorizimit, kërkojnë intervistë me të 2 pjesëtarët e çiftit. Nga burri dhe nga gruaja, apo grua e grua, burri, doesn't matter. Dhe aty oficeri bën një intervistë person me person edhe identifikon në gjërat shumë bazike, në qoftë se relacioni është i sakt, i sinqert, apo është thjesht mashtrim për të marrë letrat e përhershme. Çfarë ndodh me personin që mashtrohet ose ka mashtruar? Po me personi që mashtrohet, në qoftë se ai person ka të bëjë me mashtrimin, nuk është të ndodhin shumë gjëra, nuk është se deri tani unë kam parë ndonjë çështje kur është dënuar personi që mashtron, flas gjithmonë për sponsorin. Për aplikantin kryesor, normal që konsekuenca është të dalësh në deportim. Do me thënë fillon procesi i deportimit. Në qoftë se oficeri ose mund të dalësh, varet nga fuqia e oficerit, mund të dalësh çfarë quhet në misreprezentim, që ajo të ban nga Kanadaja për 5 vjet. Edhe nuk mund të bësh as edhe një lloj aplikacioni për të rifutur derisa të kalojnë 5 vite. Po pasi kalojnë 5 vite, duhet që të bëjë një gjyq, për shembull, po i referojmë Greqisë pak a shumë sepse kemi patur situata, duhet të bëjë një gjyq që të kërkojë që t'i pastrohet ky dënim që ka patur ose kjo ndalesë, apo në mënyrë automatike mund të aplikojë përsëri për të marrë një vizë ose të kërkojë që të hyjë në Kanada? No, është një aplikacion që quhet Authorization to Return, kur ti kërkon, është si punë vize, do me thënë bëhet me vizë, ose mund ta bësh me vizë pune, në qoftë se ke një ofertë pune, quhet Authorization to Return, edhe e merr dokumentacionin, do me thënë çështjen tënde,
edhe ja çon ambasadës apo konsulatës së Kanadas në vendin ku shërtohet çështja. Domethënë për shqiptarët është në Rom, për shqiptarët e Kosovës në Vjenë, e zënë. Kështu që në bazë të çështjes që ke prezantuar pas 5 viteve, atëherë oficeri do marrë vendimin të lejojë apo mos të lejojë. Sa janë shanset që të lejojnë të rifutesh përsëri pas një? Por në zyrën tonë janë shumë të larta, nuk flas thjesht sepse unë kam pas çështje kur kanë dalë në deportim, por më shumë se 5 vjet kanë kaluar, dhe kemi pas sukses për sa i përket sjelljen e personave. Po autorizimi, aplikacioni për autorizim, duhet të jesh shumë patient në sensin që merr edhe mund të marri deri në 1 vit. Nuk është për shembull nëse viza mund të marri 2-3 muaj për të shërtuar, autorizimi për të kthyer merr kohën më të gjatë. Dhe kur kalon që do kalosh në customs për të ardhur në Kanada, oficeri vazhdon ta ketë atë të drejtën të ta japi, të ta heqi, domethënë varet se si prezantohesh, varet nëse të kalon në një intervistë, sepse oficerët kanë marrë shumë fuqi vitet e fundit, sidomos 1 vitin e fundit, këtë vit që kaloi, për vetë faktin sepse e shikojnë që dhe imigracionin përndryshojnë, po kapin dokumentat falso, duan ta dinë cilat janë tendencat e aplikantëve për të futur në Kanada, po futen si vizitorë do kalojnë si refugjat, po futen si vizitorë do shkojnë të punojnë ilegal. Domethënë janë shumë të vetëdijshëm edhe shumë të mpret për sa i përket cilat janë intencionet e imigrantëve që duan të futen. Një pyetje të fundit tek kjo pjesa edhe të shkëputemi pastaj nga këto. Sa është kostoja për një martesë për dokumenta, në qoftë se keni arritur të dëgjoni ose keni mësuar nga ndonjë rast që është mashtruar? Po varet, domethënë unë kam një klient tani për tani që u fut pa vetdijen e tij, u fut në një martesë edhe doli komplet që personi që ai martoi nuk ishte as personi në ID-t e saj, domethënë ajo nuk reflektonte personin që ai kishte martuar, edhe kishte paguar diku tek $70,000 kanadez. Por mund të jetë që nga 40-50 deri në 100,000 varet. Gjithmonë varet nga sponsori, çmimin që sponsori vë. A mund të ndani për gjatë gjithë karrierës tuaj një rast që jeni marrë me të, por që ka qenë një rast që ju ka prekur shpirtërisht, atë që mbani mend? Është një çështje që po të thoja, për mua domethënë janë shumë çështje, edhe përpiqem që mos t'i marr çështjet shumë personalisht, por nuk mundem, duhet, sepse ajo është natyra edhe e personit, por edhe e profesionit, sidomos kur ke të bësh me imigracionin. Një çështje është kjo çështja e familjes që të thash, për sa i përket që ka një vajzë të lindur në Kanada, që nuk ja dolën si refugjat edhe kaluam në humanitare, përgatitëm një çështje shumë të fortë për imigracionin, derisa dhe unë isha vetë e bindur që do ta merrnin, që ishte gabim profesionali imi në mendjen time, sepse jo vetëm cekëm çdo gjë që kërkonte aplikacioni humanitares, por dham edhe më shumë. Domethënë kishte shumë gjëra të kjo çështje kësaj familjeje që ishte e pamundur mos ta fitonin. Dhe kur e mori refuzimin, për mua ka qenë një tronditje shokuese, le të lëm për familjen që ata e vuajtën edhe vazhdojnë ta vuajnë. Por një gjë që ndeti me mua ishte vendimi i oficerit tek humanitarja, kur po lexonte se çfarë kishte kaluar familja, çfarë kishin prezantuar, fakti që kishin blerë një shtëpi që jo shumë imigrant e bëjnë këtë gjë, përsa kur janë duke pritur për letrat e përhershme. Një gjë që kishte thënë oficeri në vendimin e tij apo të saj ishte, po nuk është se familja ka bërë ndonjë gjë që nuk mund ta bënte çdo familje imigrante, në sensin që shtëpinë e blen çdo lloj familje imigrante, duke ditur edhe pa marrë parasysh, që është super kontradiktuese, faktin që jo çdo person mund ta arrijë të blejë një shtëpi. S'flas vetëm për imigrantët, po flas edhe për kanadez apo permanent rezident në Kanada. Jemi në procesin e quam në Federal Court për rishikimin e vendimit dhe ajo vazhdon shoku dhe tronditja, nuk na lanë që ta argumentojmë
çështjen përpara një gjyqtareje. Nuk e di në qoftë se ka të bëjë me politikën, nuk e di në qoftë se ka të bëjë me statistika për sa i përket njerëzve që duhet të rikthehen, nuk e di, por nuk mendoj se është e drejtë çfarë po ndodh është e drejtë, sepse çdo gjë është e përgatitur në një mënyrë perfekte, ka qenë një çështje super e fortë. Në fillim të prillit, siç e prekëm edhe pak më parë, pritej që të bëhen publike kufizimet për 33.000 hyrje e reja në Kanada. Çfarë do të thonë këto ndryshime ose këto kufizime? Ky është një program që imigracioni po e bën për të ndihmuar njerëzit që kanë status temporal, sidomos imigrantë me status temporal që punojnë me vizë pune. Domethënë, një nga kategoritë është që duhet të jesh duke punuar, duke marrë një rrogë, edhe ekon pak programet 2021 pas Covidit që ka qenë Temporary Residence to Permanent Residence Pathway. Është e limituar, sepse ka të bëjë për sa i përket disa punëve të caktuara. Akoma nuk i din se cilat çfarë, po supozohet çfarë është në health, domethënë në medicinë, apo skilled labor që i themi neve, që ka të bëjë drugtar apo cabinet maker, punë që Kanadaja zanate që Kanadaja vërtet ka nevojë. Tani për sa i përket ndërtimeve komerciale edhe ndërtimeve rezidenciale. Si e shikoni ose si e gjykoni, është një strategji afatgjate kjo që po luan Kanadaja tani, apo thjesht është një strategji afatshkurtër për sa u përket të gjitha kufizimeve që po bëjnë për sa i përket emigracionit? Për mua, ky program u shpresoj që kur ta hapet, sepse 33.000 persona nuk është asgjë. Domethënë ti ndryshosh statusin 33.000 personave në krahasim me sa njerëz të tjerë që ka flas nga gjitha vendet që vërtet kanë punuar në Kanada, kanë ndetur në Kanada për një periudhë shumë të gjatë, edhe japin, paguajnë taksat edhe kontribojnë gjatë ekonomisë, nuk mendoj që është një manuvër shumë e saktë për vetë faktin se 33 nuk është shumë. Por, për sa i përket pyetjes, mendoj që është diçka temporale sa për të ndihmuar, sa për të dhënë një shpresë imigrantëve që imigracioni nuk është edhe aq keq, është thjesht një shpresë. Por nuk mendoj që ndihmon sa që duhet. A mendoni se do të kemi penalizim të personave që mund të jenë të kualifikuar, por jo të specializuar, pra nuk janë të zanateve, por janë të profesioneve? Normal, sepse edhe ata jo penalizim, po nuk mund të marrin shansin për të aplikuar, se mund të mbyllet, aplikacioni mund të mbyllet, sistemi mund të ketë ndonjë crash, po gjithashtu mund të jenë persona që do demoralizohen për vetë faktin, sepse nuk do kalojnë në permanent rezidencë, sidomos mund të kesh emigrant që kanë punuar, kanë dhënë për 4 vjet, 5 vjet, edhe nuk arrin të futen këtij programi, që mund të japin një shans për sa i përket permanent rezidencës. Çfarë ndikimi do të ketë edhe tek studentët ndërkombëtar, po them që kanë përfunduar studimet dhe do dëshironin që të qëndronin këtu? Por studentët që ato kanë opsionet e tyre të tjera për sa i përket provincës Ontarios, për sa i përket një oferte e puneje, për sa i përket postgraduate work permit, që është viza e punës që marrin pasi mbarojnë studimet. Edhe ato kanë limitet e tyre për sa i përket asaj, por nuk është se mundësia po i merret. Është pak e limituar, por prapë qëndron gjithmonë opsionet që ato të vazhdojnë punësimin apo të vazhdojnë jetën si rezident temporal. Për sa i përket këtij programi, që po do hapet në prill, nuk mendoj, por ndoshta mund të hapet, supozohet që mund të ketë disa programe të tjera në të ardhmen që mund t'i ofrohen. Nuk e di nëse do jetë për studentat, por flas gjithmonë për temporary resident që të kalojnë në permanent resident. Çfarë ndodh konkretisht me personat që janë në proces aplikimi? Për sa i përket
kësaj kategorie që po themi të zanateve dhe të gjitha, ata që janë në proces, apo duhet dikush të filloj procesin nga fillimi me këto ndryshime që po bëhen? Duhet të fillosh, varet se çfarë lloj aplikimi ka, sepse nëse ka një aplikim kundrejt provincës, normal, që edhe provinca nëse të sponsorizon apo të jep një nomination o një nominim, atëherë je pothuajse i garantuar për të kaluar në letër të përhershme në permanent rezidencë. Por në qoftë se është thjesht një rinovim vizaje të pune, atëherë unë do i sugjeroja që ti futesh në këtij programi në qoftë se janë të zanatit. Normal, sepse janë ata statusin implied që e kanë një letër që i thotë që e kanë të drejtën të punojnë edhe japin këtë letrën punëdhënësit të tyre për të vazhduar punën, duke qenë se janë në pritje të statusit të tyre të rinovohet. Kështu që nuk është se pezullohen, është thjesht po i futesh një programi që të kalosh nga temporary resident në permanent resident. A ka rrezik që me të gjitha këto ndryshime shumë njerëz të mbeten mes rrugëve, po them pa status? Në momentin ti mund të jesh ke statusin e work permit për 2 vjet, e humbet këtë status, nuk të rinovohet? Jo, sepse duhet kuptosh diçka që për çdo status permanent ose për çdo letër të përhershme, aplikim për letër të përhershme që ti hell, duhet të mbash gjithmonë një status temporar. Do me thënë, edhe në qoftë se e zëm ke 2 muaj tek statusi jot edhe je në aplikime dhe sipër për të programi i ri, do sugjeroheshe që të rinovoje gjatë periudhës që e ke hedhur aplikacionin TR to PR, dhe edhe aplikacionin për të rinovuar edhe vizën e punës. Do me thënë, gjithmonë njerëzit do të jenë të vetëdijshëm si vetë apo si me reprezentuesit e tyre që për çfarë lloj aplikimi permanent resident që bëjnë, do të mbajnë statusin temporal. Në këtë situatë që jemi, a duhet të nxitojnë njerëzit që të aplikojnë apo duhet të presin që të qartësohen rregullat? Në këtë status që jemi tani, njerëzit që janë të interesuar duhet shkojnë të japin testin e anglishtes apo të frëngjishtes, sepse language proficiency test ajo është më se important, e do jetë important për sa i përket këtij programi, edhe të jenë të rregullt për sa i përket punës që po bëjnë. Qoftë se i kanë të gjitha pistabet, kanë kontratën, konfirmimin e punës, do me thënë të kenë një lloj bisede me menaxherin apo supervizorin e tyre, për sa i përket konfirmimit të punës që kanë bërë, për sa kanë bërë, për sa paguhen, edhe çfarë zanati kanë, sepse edhe aty ka paqartësi, do me thënë mund të futen si ndihmës, po është pronari i gatshëm që ta vë si ndihmës apo do ta vëj si zdrugtar, apo do jetë ndihmës zdrugtar. Do me thënë duhet jenë shumë të qartë në çfarë i ofrohet edhe si ofrohet puna. Referuar edhe eksperiencave të mparshme që keni patur me këto ndryshime, çfarë parashikoni? Parashikoni që të kemi një rritje të refuzimit, të numrit të refuzimit të aplikimeve? Dihet që janë 33.000, jo të gjithë do arrin dot që të aplikojnë, sepse e dim që në ato momente të gjithë tentojnë edhe bllokohet dhe sistemi, por pak a shumë se çfarë pritet sipas jush. Por duke qenë se ka ndodhur dhe më përpara, qëndron që mund të ketë një extension, ne themi, do me thënë një zgjatje të programit, në qoftë se aplikantët nuk janë të duhurit për sa i përket çfarë kërkon imigracioni me kuotën e vet. Mund të ketë aplikant që imigracioni nuk i do, qëndron gjithmonë, ose oficeri nuk e shikon të përshtatshme, qëndron gjithmonë ajo, dhe mund ta shtyejnë ditën derisa të mbyllet programi, ose mbyllet, edhe pastaj mund të rihapet pas disa muajve, ose mund të hapet një program i njëjtë, po për do me thënë për spotet të tjera ose për profesionet të tjera. Njëjta gjë ndodhi dhe në 2020 në 2021 kur u hap llotaria për prindërit edhe për gjyshët e gjyshet, që imigracioni fillon të hapte prapë në 2022 për të sjellur ato aplikantët e 2020-s që nuk arritën dot sepse u bllokua sistemi. Çfarë duhet bëjë një emigrant ose një person që mendon të emigrojë në Kanada sot në këtë situatë të emigracionit që ka Kanadaja? Çfarë përgatitjesh duhet të bëjë? A duhet ta hedhë hapin që ta mendojë emigrimin apo duhet të presi një moment më të përshtatshëm?
Unë mendoj se po, edhe kam pasur disa familje shqiptare dhe klientë shqiptarë që kanë ardhur të zyra dhe pyetja që i kam bërë është përse Kanadaja. Marketingu që i bëhet Kanadas, flas gjithmonë për Shqipërinë, marketingu që i bëhet Kanadas në Shqipëri është i paparë. Në sensin që është Kanadaja, ëndra kanadeze, ëndra amerikane shitet ende, por fatkeqësisht unë mendoj që njerëzit përpara se ta marrin hapin për të ardhur në Kanada, duhet të dinë shpenzimet. Do të thënë duhet të dinë jeta si jetohet. Për sa i përket gjërave bazike, qiraja, nëse përballon me ofertën e punës që ke, nëse ke familje me fëmijë, çerdhja, distanca nga puna te kur jeton, do marrësh autobus apo do marrësh makinë, gazi apo benzina, sa kushton, gjërat të tjera për sa i përket jetës së përditshme. Do të thënë, për disa familje që kanë ardhur, ka qenë shokuese, për disa të tjera janë integruar, adaptuar perfekt. Por mendoj që duhet të bëhet një lloj research i vogël përpara se ta marrësh hapin, duke mos qenë që do vi në Kanada dhe do bëj profesionin që kam pas bërë edhe në Shqipëri. Nuk qëndron ajo sepse disa profesione janë të licencuara. Për shembull, mekaniku duhet të licencohet që ta bëj punën si mekanik, por mund të bëj punë mekaniku, por jo i licencuar, në sensin që në sytë e imigracionit do jesh si ndihmës mekaniku. Cilat janë 2-3 hapa konkret që mund të rrisin shanset për një person që të emigrojë në Kanada? Por një gjë që vërtet ka ndihmuar, edhe që gjithmonë do i ndihmoj aplikantët, është frëngjishtja, sepse jo shumë imigranti kanë të dyja frëngjisht edhe anglisht. Frëngjishtja, do donim të gjithë ta dinim, por frëngjishta hap shumë dyer. Hap shumë dyer edhe për sa i përket edhe vendeve që janë jashtë Quebecut, provincës Quebecut flas gjithmonë, por gjithashtu edhe në qoftë se synon të integrosh në provincën e Quebecut, që ka disa programe që janë komplet ndryshe nga provinca e Ontarios apo provincat e tjera në Kanada. Normal, në qoftë se mosha ka të bëj, jo që personi e kontrollon dot moshën, po sa më i ri, aq edhe më mirë. Niveli i anglishtes edhe edukimi i lartë, sepse dhe në qoftë se shikon kategoritë e Express Entry-t, merret mosha, edukimi, profesioni, niveli i anglishtes, frëngjishtes, apo njërës apo tjetrës. Përmend pak që në qoftë se di frëngjishtën dhe ke të mbrojtur, ajo është një derë e sigurt që të hapet. Çfarë mund të kemi një ose 2 programe të tjera specifike që u lehtësojnë ardhjen në Kanada shqiptarëve? Po zanati, normal, në qoftë se je i zanati, si për shembull, flas gjithmonë ke një zanat që e ka ushtruar me vite, ajo ndihmon. Provinca ndihmon deri diku, po të paktën duhet të futesh në Kanada, të kesh një eksperiencë, një vit eksperiencë pune, të paktën një vit apo 6 muaj deri në një vit që të futesh në nominim nëpërmjet provincës. Po hapi i parë do të sigurosh një punëdhënës, edhe nuk është aq thjesht sa çka pas qenë 3-4 vite më përpara që të marrësh një ofertë pune, sepse The Service Kanadaja ka bërë shumë të vështirë që të aprovohen punëdhënësit për sa i përket LMIA-s, Labor Market Impact Assessment, numri që jepet punëdhënësit për të aplikuar aplikanti për të ardhur me vizë pune. Çfarë këshille të drejt do u jepje gjitha migrantëve shqiptarë që janë sot në Kanada dhe që janë me një status jo të përhershëm? Siguria është numër 1 për vetë faktin që dhe në qoftë se të ka mbetur një vit me vizë pune e zëm, flas gjithmonë me vizë pune, është të bësh atë bisedë me supervizorin apo me menaxherin që ta dish në qoftë se ato janë të gatshëm për sa i përket rinovimit të vizës së punës nëpërmjet LMIA-s, ose të shikoni opsione të tjera që mund t'ju paraqiten në provinca të tjera, flas gjithmonë. Sepse të gjithë synojmë Ontarion, e kuptoj, por Ontario është bërë pak e vështirë dhe jo shumë punëdhënës duan t'i futen proceseve të nominimit nëpërmjet Ontarios. Kështu që duhet jetë ajo bisedë, okay, jo vetëm një vizë pune për 2 vjet apo 3 vjet, por nëse punëdhënësi i arrin do kategoritë për të nominuar nëpërmjet provincës Ontario, sepse ka dhe punëdhënës që nuk i bëjnë dot ato kategoritë që kërkon provinca Ontario. Kështu që duhet të shikoni
kohë më përpara, jo deri në minutat e fundit, apo në muajin, apo 2 muaj, apo 3 muaj, sepse gjithë proceset tani marrin akoma edhe më shumë kohë. Do kalojmë në disa pyetje të shpejta. Me fjalë pyetja është normal, po përgjigjen e dua të shpejt. Edhe nëse ke shumë vite në Kanada, a mund të deportohesh? A mund të të deportojnë? 100%. Në qoftë se nuk e status, unë e quaj status alien, një wrong move, dhe më thënë, lëvizjen e gabuar, kalon në deportim. A është martesa për letra një përshpejtim për të bërë dokumentat, apo është një kurs? Edhe procesi martesor merr kohë të gjatë tani, 2 vjet deri në 2 vite e gjysmë, kështu që nuk do thoja që është, nuk do thoja as po, as jo, do thoja që është një rrezik që ka konsekuencat e veta, 50-50 në qoftë se nuk është martesë e sinqertë. Cili është një gabim i madh që bën një aplikant, një emigrant që e bën të humbasë gjithçka? Një gabim që një emigrant është që thyen ligjin, flas gjithmonë për ligjin penal. A do të mbijetojnë në tregun kanadez vetëm të kualifikuarit për sa i përket emigracionit? Jo, nuk mendoj, sepse ka dhe mënyra të tjera që të futesh në Kanada dhe në qoftë se nuk je i kualifikuar për të marrë letrat e përhershme, por nuk mendoj. Dhe në qoftë se synimi politik mund të duket sikur është ajo, besoj. A është ky fundi i ëndrrës kanadeze për shumë shqiptar? Ëndra kanadeze është shumë e madhe, por unë mendoj që përpara se të aprovohet, apo përpara se ta marrësh atë hap, unë mendoj që duhet të bëhet pak, duhet të studiohet pak më shumë jeta në Kanada. Lucy, unë falenderoj që isha me ne dhe teleshikuesit tanë. Faleminderit, ishte kënaqësia ime. Faleminderit që më patët sot këtu me ju. Ju falenderoj edhe ju teleshikues, ju lë takimin e radhës të premten tjetër. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.